Mirë se vini në trajnimin ton online. Në këtë video, ju do të njiheni me detyrat e Komisionit të Zonës së Administrimit të Zgjedhjeve. Një nga detyrat e KZAZ-s është krijimi i komisioneve të qendrave të votimit të Zonës së Administrimit Zgjedhor që e mbulon. KZAZ emëron kryetarin, sekretarin, antarët e KQV-s. Çdo komision përbëhet nga 7 antar, ku një antar ushtron detyrën e sekretarit. KZAZ, jo më vonë se 40 ditë nga data e zgjedhjeve, duhet të kryej procedurën për të përcaktuar se cilës parti i përket antari i shtati i KQV-s. KZAZ sapo ka kryer procedurën për përcaktimin se cilës parti i përket antari i shtati i Komisionit të Qendrës së Votimit, njofton partitë politike përkatëse për paraqitjen e propozimeve për antar të komisioneve. Njoftimi i KZAZ-s për partitë politike për paraqitjen e propozimeve për antar të KQV-ve nga ana e tyre bëhet me shkresë, e cila regjistrohet në regjistrin e korrespondencës. Propozimet për antar dhe sekretar të komisioneve të Qendrës së Votimit vijnë nga subjektet zgjedhore të regjistruara në KQZ jo më vonë se 30 ditë para datës së zgjedhjeve. KZAZ shqyrton dokumentacionin e dërguar nga partitë politike dhe emëron antarët e komisioneve të qendrave të votimit. Antari dhe sekretari i KQV-s nuk mund të jetë deputet ose kandidat për deputet, kandidat ose i zgjedhur në organet e zgjedhura të vetë qeverisjes vendore, ushtarak, punonjës i strukturave të policisë së shtetit ose i shërbimit informativ shtetëror, ose antar apo sekretar i një komisioni tjetër zgjedhor. KZAZ emëron në detyrën e antarit apo sekretarit të Komisionit të Qendrës së Votimit çdo person që plotëson disa kushte si të drejtën për të qenë zgjedhës, të paktën arsimin e mesëm, të jetë me vendbanim brenda zonës zgjedhore përkatëse, i padënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi, si dhe pa masën disiplinore në proceset zgjedhore të mëparshme. Si rregull, sekretari i Komisionit të Qendrës së Votimit ka arsim të lartë. KZAZ, jo më vonë se 5 ditë nga paraqitja e propozimeve, kur konstaton se propozimi është në përputhje me kërkesat e kodit zgjedhor, emëron antarët e komisioneve të Qendrës së Votimit, kryetarin dhe sekretarin e çdo KQV-je. Emërimi i antarëve dhe sekretarit të KQV bëhet jo më vonë se 20 ditë para ditës së zgjedhjeve. Për të përcaktuar se cili subjekt zgjedhor i përket antari i shtati i Komisionit të Qendrës së Votimit, KZAZ vepron si vijon. Rendit qendrat e votimit që kanë nën jurisdiksionin e zonës së administrimit zgjedhor. Qendrat e votimit renditen sipas numrit të tyre unik, duke filluar nga qendra e votimit me numër unik më të vogël deri tek qendra e votimit me numër unik më të lartë. Duke patur parasysh se qendrat e votimit kanë numër unik me fraksion, për shembull 1979 fraksion 00, 1980 fraksion 00, 1981 fraksion 00, 1981 fraksion 01, 1982 fraksion 00. KZAZ, pasi ka realizuar renditjen e të gjitha qendrave të votimit sipas numrit unik të tyre, vijon duke numëruar qendrat e votimit me numrat natyror, duke filluar nga numri 1 e duke vazhduar në rend rritës deri në numërimin e QV-s së fundit. Për shembull, në qendër të votimit që e mbajnë numrin natyror çift 2, 4, 6, antari i shtati i KQV-s do të propozohet nga partia politike e cila ka propozuar kryetarin e KZAZ-s, ndërsa në qendër të votimit që mbajnë numër natyror tek, pra numër rëndor 1, 3 dhe 5, antari i shtati i komisionit do të propozohet nga partia politike e cila ka propozuar zëvendës kryetaren e KZAZ-s. Në KQV, ku antari i shtati i përket partisë kryesore të shumicës parlamentare, kryetari zgjidhet njëri nga antarët e KQV-s përfaqësues i partisë kryesore të shumicës parlamentare, kurse në gjysmën tjetër zgjidhet njëri nga antarët e komisionit të qendrave të votimit përfaqësues i partisë kryesore të opozitës parlamentare. Sekretari është i përkatësisë politike të kundërt me kryetarin.